Në të gjithë botën ka histori personale unike si ajo nga Brazili. Në këtë vend, Camila Rodrigues Cardoso, me origjinë nga Patos de Minas, e ndryshoi jetën e saj plotësisht, pasi la botën e modës për t'u bërë murgesh në moshën 18 vjeç. Tani ajo njihet si motra Eva dhe rasti i saj ka ngjallur kuriozitet dhe vëmendje nga e gjithë bota, duke u bërë viral në rrjetet sociale. Camila Rodrigues nuk e mori këtë vendim rastësisht, por kur jeta e saj ndryshoi plotësisht, pasi humbi atin në moshën 9 vjeçare. Ajo tregoi se çfarë ndodhi në një intervistë me Thenoite gjatë kohës sime si modele mendova se do ta kisha gjetur profesionin tim. Por humbja e atit vuajta nga depresioni dhe ankthi. Fillova të mendoja se të qenit modele nuk ma mbushte më zemrën, pavarësisht kësaj. Ajo më parë fitoi konkursin e bukurisë Miss Racing Continental, gjë që e çoi në pjesëmarrjen në Miss Brazil dhe më pas në Miss Univers. Por kjo nuk e ndryshoi idenë e saj të përmendur më parë, pasi ajo zgjodhi botën e fesë. Pikërisht atëherë kërkova kishën dhe fillova të lutesha rozaren. Një ditë, gjatë predikimit, pash një murgesh të kalonte dhe pash tek ajo një dritë shumë të fortë. Fillova të admiroja rrobat e saj, të studioja jetën e një murgeshe dhe të shija veten me rangun dhe velin. Shpjegoi ajo në programin e lartë përmendur. Pastaj ajo hyri në një manastir dhe zgjodhi të ndryshonte emrin e saj në Eva, diçka që ajo e sqaroi gjithashtu, një zgjedhje simbolike për të qenë gruaja e parë në historitë e Biblës. Sot, ajo është tashmë 21 vjeç dhe është pjesë e kongregacionit të Santa Dei Genitrix, një institucion i pavarur nga Kisha Apostolike Katolike Romake në Brazil. Ngjashëm, ajo spikat për bukurinë e saj kur u publikua një video në të cilën shfaqej duke shitur sende fetare. Përtej kësaj, ajo mban gjithashtu një profil diskret rreth jetës personale, megjithse përdor edhe rrjetet sociale për të ndarë punën shpirtërore dhe aktivitetet komunitare. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.